Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Villa 24 këtë ditë të premte, prag fundjavë. Mirëmëngjes, sa të shkon e kuqja. Kuqja është qyre bukur. Si e sot? Jam mirë, Anila, jam mirë dukesh, me zemra me. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu te këndi ynë i gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë sot. Shiko, nuk kemi, për këtë recet mirë ka ca gjëra këtu, ndërsa për një recet tjetër, që themi një lakror, dhe lakror e thonë ande nga zona e Koshës, faktikisht është lakror që bëhet me dy peta. Një pet lart, një pet poshtë, edhe me mbushje ato se çfarë të kishin. I bënin edhe me lakër, kokë lakër, do me thënë që kishin, madje edhe turshi. E bënin lakror, me qep, dhe sot neve do të bëjmë lakror me qep të thata, por jo vetëm, do të kemi, shiko, 3 përbërës. Qep, ara edhe një luk salsë. Këto janë. Qep, ara? Për mbushjen flasim tani. Kombinojnë arat me qepën? Kombinojnë. She. Kombinojnë edhe. Se interesante. Shiko, interesante, Anila. Që kishin njerëzit bënin? Po, pra po. Edhe rezultonin që kishin shijetë mirë dhe ktheheni një recet tradicionale. Kështu që nuk është... Po se nuk të shkon mendja, ke parasysh qep të? Bravo. Por që shkon, madje shkon dhe shkon mjaft. Dhe është bëjnë shumë të shishme. Ndërkohë që 2 peta duhen për lakrorin, një pet lart, një pet poshtë. Unë e kam zënë dhe e kam gati këtu për pjesën e kësaj të brumit. Do të tregojmë nëse edhe kemi kohën që të tregojmë se shumë. Vendosim atë neve sepse duheshin... Ta kthej në vatrën e zjarrit. Atëre, e sobës. Sa qep kemi këtu? Sa kokra? Rreth 1 kilogram qep duhen. Shiko, dhe duhen karamelizuar qep. Shiko se si kam, neve i filluam faktikisht sepse duhet që të harim kohën të na përgatitet të bëhet mbushja gati që të bëhet byreku, se ndryshe ky lakrori, se ndryshe si do të harinim këtë kohë. Kam hedhur unë aty vetëm krip. Edhe tani është momenti të shtojmë edhe salsën. Salsën e koncentrat, salsën kuqe koncentrat. Unë e lë, do me thënë, kur merrni një kavanos, t'ju them edhe një kështu. Marrim kavanos e dina mbisat, faktikisht, po hajde i kujtojmë për këtë të. Jo, që e shtypim kështu dhe e hedhim pak vaj që mos të prishet. Ja, unë se dia. E mo Anila, tani mos më thuaj. Tani të betojmë nuk e dija. Edhe za të shtresën e sipër dhe përfundon dhe e hedh. Jo, që mos të hidhet, prandaj themi, i hedhim pak vaj sipër edhe e kemi, do me thënë, e ruajmë për... Interesante. Ja, e dija që për frutat, për avokado, thuat që kur e lë të prerë, e lyj me pak vaj ulliri, e mbledh me një qese kuzhine dhe ajo nuk prishet, nuk ndihet. Ka sekrete kuzhina plot. Ose me lëngun e limonit. Ka, e vërtet. E ka vërdisim këtë neve që të ikjera e salsës, të aromatizohet me qepët këtu dhe pastaj shtojmë arat. Nuk shtojmë arat me njëre edhim salsën edhim arat, për para bëjmë ka vërdisjen e salsës. Leta lëm të bëhet e të merem pak me pjesën e brumit unë që të arrim edhe kohë. Ti meresh me brumin, unë tregojmë me çfarë kemi bërë brumin. Shumë mirë, Anila, ti thuaj dhe pastaj tregojmë recetën e dytë se çfarë do të bëjmë. Bashkëpunëtorët më të mirë. E them me bindje këtë gjë, jo vetëm se jam pjesë e kuzhinës tonë, por sepse ne i kemi çdo ditë në përduar, gatuajmë këtu live për ju. I nisim gatimet nga fillimi e deri në fund, që nga paketimet që i marrim i hapim e më pas gatuajmë. Shohim rezultatin, ne provojmë dhe shihen, po jam e sigurt që dhe ju nëse gatuani me përbërësit që ne ju prezantojmë dhe ju propozojmë, do të keni të njëjtin rezultat. Ndaj kompania Atlas me mielin Ola është ajo që na ka siguruar recetën e parë sot. Të bësh lakror me 2 peta, ajo peta duhet të jenë o të mira o hiç fare. Kështu që mielli për çdo përdorim na i shkëlqen të gjitha recetat e përgjithshme, po i quaj kështu, ku na duhet mielli i grurit. Po sigurisht nëse doni të ndiheni pak më shef në kuzhinë, doni të bëni pica për shembull, doni të bëni një recetë me miell integral, pse jo një bukë, doni të bëni bukën e misrit apo ato pispilinë e famshme, keni mielin Ola në 2 variante të miellit të misrit, mielli misrit i bardhë dhe i verdh. Po doni të bëni një ëmbëlsire, një kek të shpejt me shije portokalli, vanilja apo çokoladë, keni paketimet farinap. Kati po pret mielin. Ja, do ta hidhëm. Ta shohim mielin se do e hedhim kështu. Spërkatëm një çik trezë. Sepse mielli Ola ndallohet që në pamje, që në aromë, që në strukturë. Është i shkrifët, nuk ngjit, nuk ka copëza, nuk ka toptaj që krijohen her pas here në paketimet e mielrave të ndryshëm. Dhe hapet vetë, shiko. Dhe hapet vetë. Ndaj dhe po ju themi që është më i miri i mundshëm. Sot ne nuk s'ta ke bërë ca makarona sot, ashtu me gjalp siç i bën ti, se pas ato la vetëm gjalp duan, nuk duan gjë tjetër. Po do të kemi kohë, do shikojmë domethënë që mund të përgatisim makarona sepse të shohim. Një makaron të thjesht që shiko, me një thelpi hudhër, 2 speca djegse, domethënë të vogla, edhe
shtojmë në tigan, Pastat olla. zim makaronat, Anila, Nuk ka nevojë për më shumë. asë një gjë tjetër veç se ato dy përbërës. Edhe i domatit të pjekur. Janë të bëra nga cilësia maksimale e miellit të grurit, nga semola. Ky shkrimi këtu, 3 filatura al bronzo, tregon që janë të prera në bronz, janë të prodhuara në Itali dhe vinë me paketim super të sigurt, në një logo super të sigurt siç është kompania Atlas, edhe Ola gjithashtu, vinë pak të ashpra, që do të thotë kemi të bëjmë me semolën që krijon këtë cilësi të makaronës, të verdha, i dalloni që në zjerje. Më shkriftohen kështu me duar, nuk ka nevojë për asgjë më shumë, kështu që kur do kemi kohë do bëjmë edhe makarona se nuk na duan shumë punë. Shpejt e të kalojmë tek bashkëpunëtorët tanë të tjerë, tek ata që na bëjnë që ne të jemi gjithë energji në mëngjes, se mëngjesi nuk është i lehtë, duhet të kesh marca furnizues, fuqi, kalori, që na vinë nga Veza. Sepse Veza U Vital vjen super e freskët, super cilësore, është lider duhet thonë në tregun e konsumatorëve shqiptar. Nuk na ka ndodhur kurrë një kokër vesh të na prishet kur a hapim. Ajo dallohet nga aroma, nga pamja e bardha e Vezës, e kthjellët e pastër, e verdha gjithashtu me atë ngjyrën e bukur të diellit dhe formën e rrumbullakët dhe me lartësinë dhe diametrin përkatës që është treguesi cilësisë së një kokre vezë. Edhe këtë fundjavë ne kemi furnizuar shtëpinë me tona se po na mbaronin. Po, dhe se kemi fundjavën kemi marrë bollëk edhe unë mora shkas, Anila, të bëj një recet me sallamin tona. Mirë. Edhe unë do t'i propozoja që nëse do bëni ndonjë piknik të vogël, po qoftë edhe nga liçeni, kush ka fëmijë do marrë një sanduiç me vete se ata vetëm kërkojnë, dua këtë, dua atë, kështu që të mos blejmë gjëra nga jashtë, kemi tonat që na vinë në ndihmë, po për të bërë pica vetë në shtëpi me ato proshutët, për të bërë ndonjë salciçe të tymosur kështu në zgar, të mbushura me djath. Ai sallami turist në formën artizanale ka një shije të veçantë. Për meze, siç thot Kati, po të shoqëruar ndonjë gotë bira, ndonjë gotë verë mbrëmjeve, se jemi para fundjavë, ashtu në shtëpi ngrohtë. Ju sugjerojmë tonën me një eksperiencë shumë të gjatë në treg. Një ambient të ngrohtë. Edhe ja ku lezeti vjen nga ushqimi, nga aroma. Lezeti vjen kur salsa e lezeton, si thua, qepën në momentin që ka vërdiset. Edhe lëshon këtë aromën. Neve ndjejmë aromën, ju që ta ndjeni këtë aromën, pregatiteni në shtëpi tuaj këtë lloj byreku, sepse vërtet do ngeleni shumë të kënaqur. Ndërkohë, pregatiteni dhe bëheni salcën kështu siç ju them, që ta ka vërdisti para se të shtonin produktet e tjera. Tani çfarë do shtojmë tjetër këtu? Kemi dhe arrat të cilat i kam të grira, ashtu si kemi grira arrat për baklava. Okej. Pra, copa, jo pluhur, në një copë e madhe tek tukle të jetë. Të ndihet ja kështu. Hedhim dhe arrat, i trazojmë. Edhe e kemi gati. Kjo është e mbushja. Dhe sa shpejt, të më thënë thjesht një qiko ajo qepa të karamelizohet, të skuqet mirë të lëshoj aromën edhe pak skuqja e salcës edhe është gati. Qepët Anila, kështu edhe me atë prosciutën e timosur, dhe me karamele, dhe me qepët e karamelizuara, dhe me pak arra, dhe me ato prosciutat shijojnë shumë. Është një meze shumë e mirë. Edhe kështu për ndonjë brusket, si për një buket thekë. Bëjnë shumë të mira. Ide ka kuzhina, mjafton të kesh produktet e duhura edhe sa jona aty për aty. Të veçantë të qepa. Me thonë qepa e karamelizuar. Kur gatuhet kështu, po. Ti heqim tani këto neve sepse s'na duhen më, dhe na duhen, jo nuk më duhen. Që të kemi mundësi të vendosim tavën aty tani Anila dhe të shtrojmë petën e parë. Okej. Mielin e kemi këtu, po t'u desh. Se petën e parë e kemi hapur. Të duhet një tavë e cekët, e sheshtë. Ja ta bëm këtu të kjo peceta këtu. Me një shtres e kemi, kështu që nuk të kemi. Po. Tani hedhim pak vaj, do më thënë pjesën e parë. Furën e kemi të ndezur. Furën e kemi të ndezur. Furçën e kemi këtu poshtë. Mi që gjetëm njëherë se neve jemi që humbin këto gjërat në njëherë, ke më reti? Apo dhe në shpina ndodhë? E rëndësishme është që i gjejmë, Anila. Jo, shiko, duhet vënë në vëndin e caktuar që mos t'i humbasim, edhe t'i gjejmë me symbylla. Kjo është e një koqires në shtëpi. Po këtu jemi shumë neve, dhe justifikohemi. Po, ko e vë njërë se vënd tjetëri? Jo e bëra unë, jo e bërë ti, jo e haroj. Po, këto jo nuk i shihni. Dhe të themi për punën e petës, që nuk duhet të jenë të holla si punë e byrekut, janë më të plota këto. Po. Si byrek shati. Një. Kështu, neve kemi si mas këtu sofrën.
Është tamam ajo fiks, drasa rrumbulla, është tamam si ma. Sa për këtë petën tonë. As yndyrë as gjë nuk hedhim tjetër, sepse ka qepa yndyrë kanë të mira edhe arrat, kështu që e kemi gati. Ja hapim dhe pjesën tjetër, të lutem Anila, spërkate pak ashtu si e bërë. Tjetër. Se e hodhe bukur. Ashtu, a? Po. Shiko se sa mirë, e hodhe në qikë si me stil. Pa tjetër. Është e hedhur për në ekran. Hidhi dhe pak. Me gjitha të... Hidhi në qikë si në shpi. Do dhe si për? Po. Tani si në shpi, pa mere. Se nuk këna që njëri. Ja, të shplaj pak duart. Në rregull. Po këtë ishtë do bëjmë kati? Atje, ja të themi si shdo bëjmë dhe atje. Po pra, atere. Shiko, ndërkohë, këtu kam zjerë ca patate. Të cilat patatet i zjeva me një gjethe dafin edhe me një telpi hudhër brënda. Nëse keni dhe rozmarin, mund t'i shtoni një degës. Dhe i ke shtypur pak? Dhe i kam shtypur. Tani doni t'i hidhin dhe në qikë si thua qumësht, mund dhe t'i shtoni. Nuk doni i lëni vetëm ashtu se s'ka nevoj se kemi kaq shumë gjyra të tjera brënda neve, që s'ka nevoj të shtojmë, sepse do të pregatisim me perime, me një qepë, me vaj, me domate të pjekur, domate të grira në rende, djathë, edhe për tjetër mbushje do shtojmë një nga këto salam, ato salam turist ose atë me birë. Do t'a bëjmë si gatim në tigan me këtë? Do bëhet të tavë, në fura jo. A, në furë? Po, do bëhet me 2 shtresa pure, edhe në mes do tjetë të pjesa e kësaj. Interesante, do më thënë do gatuhen këto përbërësit vetë me qepën, me që kemi këtu? Kemi karot, patate, mashurka, kunguj... Perimet të ndryshme, që tjetë? Një mix të perimeve. Patate, mirë them jo patate, se hajde patate kishim, po kungull. Po, me kungull, me patëllxan, me rënjselino, karot, spec. Çfarë t'ju ndodhe në shtëpi? Nuk është perime. Është ajo zbrazja e frigoriferit të së premtes. Se zakonisht në fundjavë, po. I marim edhe, i bëjmë një, si thuash, gatim të tillë, që bëhet të mbyllim të dielën. Sepse do të marrim ushqimet të tjera për të mbushur frigoriferin. Po. Dhe tani neve do të marrim të shtojmë edhe mbushjen. Ku që dje kjo? Djegë? E, po kjo djegë vërtet duhet kapur me... Si ka guri këto... Po, si shiko se si duke, si kur është me mish. Qep me mish. Unë jam shumë kërës të ta provoj se do jetë në fund. Shumë e mirë bëhet, Anila, bëhet shumë e mirë. Si them unë Anila. Edhe nuk do asë mbushje shumë edhe kështu, do më thënë... Një shtres, aty të hapë. Një shtres, se që... Janë fix këto, për masat që neve thamë. Nëse kemi parë recetat akoma? Ja, dale të të hedhim dhe këtu Anila, pastaj shikojmë recetat. Jo nga që the masat? Po dim nësa janë masat, pos pam recetat? 1 kilogram. Që t'i fiksojmë, se mund t'i mbajmë shënin. Marim një luk të vogël të mbledhim edhe këto që mos t'a lëmë dhe atë pjesën ati. Okej. Ja të mbledhim dhe këto të fundit. Edhe t'i kapim dhe këto anët të tëra, që mos të lëjmë as një vënd. Jo. Të hapet një trajtësisht në të gjithë pjesën e tavës. Dhe kjo, zonja Korçare atere dhe i përshëndesim të gjitha, sepse janë duararta, jo vetëm ato, gjitha zonjat, në gjitha zona doja të thoshja, gjitha trevat e Shqipërisë, që janë shumë një koqire dhe duararta që me gjënë, do me thënë 1-2 produkte dhe gatuajnë, nxjerrin vaktin e drekës. Jo me 100, ja sot neve kemi shumë atje. Ato vetëm me 2. Apo jo, Anila? Po, Kati, më të të qeve shumë më mundje. Ato me 2 gjëra bënin gjithë këta. Ashtu duhet. Edhe më akë shumë përqin gatimet, që është e vërteta. Pa i ngarkuar shumë me... Mi, shiko tani, ato që bëm me perime neve tani, nuk është halli se ngarkojmë, është halli se neve... Jo, tjetër gjë, se shiko edhe tek perime dhe ne kemi turlin, që ashtu, një patëllxan, një karrot, një kungull, një patate, çfarë ka në shtëpi. Ato që ngelen, nuk është se thamë që do vëmë të... Po jo, shton, më duket sikur bëhet një miksim aq që i rrëmujshëm i shijeve, sa që ti nuk arrin as ta dallosh në gojë të shijes se çfarë po ha, po. Jo, tani në këtë lloj gatimi që thamë neve, i shkonte këtu, tani e rrudosim pak këtu. Dhe pjesën e sipërme, se këtë pjesën e anës do kthejmë thëmbrë, kështu që duhet jetë madje edhe më bosh, këtu do me thë mos ketë shumë që mos bëhet shumë e trash. Po, mos bëhet e trash.
Unë kam shumë qef ato korët e burekut. Ka që i duan, ka që edhe nuk i duan. Po që edhe i duan. Si Anila këtu që i do. Po bëjnë të shishme në fakt. Po bra. Edhe tjetra, ato nuk i hidhni në yndyr vaj lartë, po i pikni në kështu, do me thënë duke spërkatur me ujë. Po i pikni në saç, dhe saç i jep tjetër shije dhe bën tjetër pjekje. Nuk i thanë, kështu që o do vendosni një tavë me ujë në sobë atje në fund, që ta mbaj të butë, ose do i spërkasim tani si do ta bëjmë ne me pak ujë dhe me pak vaj. Ne do t'i bëjmë me pak ujë dhe pak vaj. Shumë mirë. Ato edhe do na bëhet një byrek shumë i mirë. Ku e kemi këto tani? Zakonisht të këtyre thëmbrave këtu duan që këto që të piqen, këto këtu, edhe pastaj pak lartë, e do i spërkatim edhe me ujë. Ashtu. Ja bëjmë që këtu në edhe kemi dhe të furqën atje, që ta lyjim pak Anila, edhe unë do marrë pak ujë që t'ja hedhim sipër. Edhe ja e përfunduam. Si e thonë, byrekun me lakra që gatoj e varfra, po neve nuk e bëme lakra, e bëme me qep dhe me ara. Me qep dhe me ara. Ata shojmë pak dhe recetën në ekran. Me qep dhe me ara, por qëfar i duhet pak ëzuj do shte kati, kështu që janë shumë e spërkantje. Lakror me qep të thata dhe ara, na duhen 300 gram miell, 1 kilogram qep të thata, 1 lugë supe salcë domate, 250 gram ara të grira, krip dhe piper sipas shijes. Tav me pure patate, 4-5 patate mesatare, 2 filxhan, pra këto janë për pure në? Po. Se nuk janë për atë përzgjerjen që do kemi më poshtë tek perimet e tjera. 2 filxhan çaj qumësht, 2 lugë supe gjalp, arë moskat sipas shijes, 300 gram salam nga tona, 2 domate, 1 lugë supe salcë domate, 1 filxhan çaj mix, pra spec, karot, qep, selino, 2 lugë supe vaj, 80 gram djath kaçkavall, krip edhe piper. Na duhet ta rikthejmë prap pak më vonë, se kur janë pak të gjata receta duan më shumë kohë të lexohen edhe të mbahen mend. Se më njëra e shkurtër ishte, 2 gjëra kishte. Po jo byreku kati. Kishte, do thua ti ato perimet nuk ka nevojë me mbajt shënim se varet nga perimet që ti ke në shtëpi. Po, prap kur i shef kështu që e kalojnë ato 6-7. Trëmben ambisa, thot, po kjo Katerina na bë një jo, po shikon se aty dalim ne tani të marrim këto që aty është edhe kripa piperi për shembull. Nuk është edhe kripa piperi, po janë edhe, si thua, perimet të kështu të ndryshme që juve mund të hiqni dhe mund të zvendësoni nga ato që unë kam vendosur atje, se nuk është e thënë që do i vendosim të gjitha. Ato që ju ndodhen juve në shtëpi. Kjo ka rëndësi. Me thënë që të bëjmë me ato që kemi në shtëpi, nuk prapojmë të vëmë të marrim, të plotësojmë listën që unë kam vendosur aty. Prandaj themi që i vendosim, juve shtoni dhe hiqni nga ato që ju keni në shtëpi. Okej. Ta vëmë byrekun në forn. Ta vendosim, ja, kemi të bërë të mirë, kemi. Edhe sa bukur del kur i rrudhosen këto petët kështu se kur piqet krijohet ajo korja e lezetshme. Hajde ta vendosim. Ta vendosim. Me shëndet. Të lumshin duar. Faleminderit. Tani. Atëre. Më thuaj, si jemi me kohën? Me kohën kemi. Kemi të fillojmë, do me thënë. Po, kemi diku të 8-9 minuta. Shumë mirë. Për të filluar me recetën që unë lexova, pra me recetën që e sollëm të dytën në ekran dhe e pam së bashku, ku kemi pra qepën, puren e patateve që e kemi bërë përpara. Po, sepse nuk ishte diçka për të thënë për pjesën e patateve, o i zjeni, do me thënë, duke i pastruar, ose i lëni me gjithë pjesën e lëkurës, i zjeni, i vendosni gjithmonë në ujë të ftohtë, jo në ujë të ngrohtë, në ujë të ftohtë për pure, edhe i vendosim, do me thënë, që të, kur i kemi kështu, do me thënë, me lëkurën, i vendosim në ujë të ftohtë që ato të kenë mundësi të zihen. Dhe nga mesi i shtojmë edhe pak krip. Unë s'ja hedh kripun që në fillim fare them të drejtën, sepse nuk ka nevojë. Dhe ndërkohë që do të bëhet edhe pureja, mund ta shtojmë edhe këtu brenda, kështu që nuk është shumë e nevojshme për të shtuar atë kripën brenda. Anila, thuaj ndonjë gjë ti tani se unë do filloj për të bërë edhe këtë. Po kishe gjë, diçka, kishe gjë për të thënë se të mora llafin.
Po nëse unë nuk kam diçka për të thënë, për shembull, çfarë do shtoje ti? Nëse nuk e gjë për të thënë, do them unë se do të filloj për të përgatitur recetën e radhës. Që do të thotë, do të filloj me tiganin, me vajin dhe me qepën. Okej. Këto janë përbërësit. Ja kështu. Këto do thoja edhe unë. Edhe, them tani shiko, në kemi kuzhinë përveç të qep të flasim për kuqeneve, recetat. që Më duhet të është pyet se vërteta. këto mimozat ku i gjete? Në Baçe. Në Baçe. Okej. Ta se ti dhuruan. Jo. Si vjen në ziklet, po jo. Shiko sa të mira Mimozat që ndër vite ke vërre që kanë filluar të telin më herët? Edhe të përshëndes, me qënë se ran këto pjesën e luleve të mimozave, përshëndes gjithë popullin e Delvinës. Si dua shumë, unë se jam në Delvin, po me thënë të drejtë nuk e di pse e kam dëshuruar shumë Delvinën. Edhe Delvina ka qenë jashtëzakonisht e bukur kur unë ka vajtur nuse, sepse ka pasur këto lule mimoza komplet, rruga dhe kur qelte në pranverë, nuk dish të them çfarë bukurie e rrallë. Dhe sa aromë të mirë kanë. Shpresoj që sepse kanë vendosur dhe të bëhet po aq e bukur si ka qenë dikur Delvina. Të rikthehen edhe mimozat. Ju dua shumë, ju përshëndes. Kënaqësi. Ja dhe Kati, shikon se si një detaj vogël të rikthen të rikthen me vëndin, të rikthen me kujtimet, ja, thjesht ajo lulja edhe nuhantja e aromës që e kanë kaq të mirë mimoza. E kështu, Kati. Edhe është popull i mirë shumë Delvina, sepse aty ka, do me thënë, mix. Çfarë kanë tradicionale në gatim? Shiko, ata kanë paçen, kanë kokorecin, kanë paçet që i bëjnë në disa mënyra, dhe të pjekura dhe të gatuara, kanë këto shapkatet, kanë këto byrekun që mushtorin, atë byrekun që bënin me oriz, me qep shumë, është karakteristike e tyre. Tjetër çfarë kemi në Delvin? Mishim e lëng që bëhet gjithandej, por Delvina ba rekord, do me thënë, për punë e paçes. Ashtu, Paçe Delvinës ka qenë me nam. Në qaftë pazarit thoshin, ishte paçja më e mirë e Delvinës. Edhe kështu ndaloni njerëzit. Do me thënë, vazhdon të arruaj? Kanë që e bëjnë, sepse aty faktikisht ishte dhe vendi që sillnin gjithë bagëtit nga të gjitha. Ishte si piku mblidheshin. Dhe kështu që paçja ishte kryesore në Delvin. Dhe i bëni shumë mirë. Kam pa qenë specialist shumë të mirë, do me thëmë për pregatitjen e paçes. Okej. Edhe, qëfar tjetër? Ja, këto. Jo, por të që doja të thoshja unë, Anila, dhe të edhim dhe pa krip këtu, ta marim ande hua se i kam quar gjitha në te byreku. Doja të thoja këtë që ajo që më pëlqen tek populli delvinjot është që me qënë se janë të gjithë, janë shumë lloj, si thuash, do me thënë që janë katolik, janë krishterë, janë... Ka një përzierje të besimeve fetare, besimeve fetare, dhe ata janë si një grusht i vetëm. Do me thënë, janë të gjithë një lloj, do me thënë gjithë bashkë. Edhe komiteti Rom, do me thënë që është, ata nuk dalojnë me asnjë, janë të gjithë një lloj. Kjo mua më pëlqen shumë. Po, kjo është karakteristikë, për sa i përket fesë së pakën, karakteristike e popullit tonë, për cilën njihemi botërisht dhe ndihemi krenare edhe për këtë gjë, dhe është vërtet një vlerë e madhe. Do me thënë, kur ka qënë në pjesa e futbolli, do me thënë që luaj dikur futbolli me që kemi dhe kota një që të bëhet edhe qepa, Delvina ishte, do me thënë që shkonin djemë, gra, bura, ishit të gjithë. Edhe kishtë edhe një këngë që e kam haruar, faktikisht, dhe shumë të lezetshme që kishtë. Ja, do na kujtohet rrugës. Atere, sa ko kemi? S'kemi kohë. S'kemi kohë. Presim që e pon të na... Të hedhe perimet. Hidhi edhe perimet, e i lëm të skuqen të kapartisin të gjitha së bashku, bëjmë një shkëputje, edhe vim për sëri në studio në pjesën e dytë, dhe ndoshta deri atër do janë na jetë kujtuar edhe kënga. Publicitet. Jemi në studio për sëri, rikthehemi për të vijuar me gatimet tona, shumë të shishme, ide origjinale, pse jo të përshtatshme për fundjavën, për të shtunën, se për të dielën ja u kemi dhënë të mërkurën e kësaj jave, çfarë do të përgatisni, e keni në YouTube, klikoni në News 24 ose në Vila 24, nëse ditën e diel janë, kjo është kanali i Vilës, aty keni video tona, dhe pothuajse që të mërkurën e kësaj jave, bëm ato kekot e bukur të ëmbël me zemra, të kuqe, për Shën Valentinin, një role, gjithashtu me fileto pule, etj. Ndërkohë që këto bëjni të shtunën.
Po, më ta bëjmë të shtunën. Më ta bëjmë të shtunën, pse mos ta bëjmë të shtunën? Tani, kë sallam të zirim, Anila? Kur I bjeshe Valentini, apo jo? Nga trova ditun? Të shtunën apo është të Valentini? djerë? Dalë se shojmë pua, pse ka qenë ndjemin atë dyja. Dhe ne japim propozime. Po mirë më mirë, tani, shiko tani. Shumë Valentini është për të rinjt. E mirë, bëjni ku të doni. Kur të doni, bëjni. Po bëjni dhe të shumë, bëjni dhe të djelën, nuk ka problem. Neve lulet I kemi sjellë që tani. Mimozat I solëm shumë shpejt në studion tonë. Juve bëni kur t'ju bëhet. Oke, E bëni të shumë, bëni të djelë, ndoshta e të hënë. Tani, kë sallam të zjerim, këdo? Ka të bëjmë, për çfarë do më salamin? Sepse do të zvënsoj mishin. Aty, pritane. Edhe ky turisti është I mirë dhe ky I birë. Ky ishte shumë I mirë. Me thënë të drejtën, për çfarë provuam në këtë? Turisti po, panceta e lezetshme është, po le ta lëmë për një. Jo, pancetën nuk e bëj, do e bëj ndonjë ditë tjetër. Mirë, atë kemi bërë neve tani. Kemi bërë të gjitha, ne kanë gjitha të mira. Atë thamë që do ta bëni me qep me arra. Atë. Ja, tona na ka hapur punë, nuk dim këtë zgjedhim. Marrim këtë? S'ka gjë se zgjedhim. Mund ta presim dhe në copoza të mëdha, se vjen mojt ton që na ke hapur punë, por lëre se po e zgjedh unë. Byre ku ç'po bëhet këtej? Mirë. Mirë është? Po, mirë. E po, të paktën të jetë mirë ai se kjo do jetë akoma më mirë. Tani, ç'është e vërteta? Sa ishte kjo Manila? Se unë 300 gram kam thënë atje tani po. Nuk e di, nuk e pash tek paketimi. Po gjysmën përdor ti? Ja, gjysmën se s'kam. Ka goxha arome dhe shije. Po, ka aromë dhe shije dhe kështu që këtë do ta mbajmë kështu që ta përdorim pastaj. Me që shoh. Edhe do t'ja heq edhe pjesën e lëkurës, se do t'a gri në makinë grisë, mund t'a ndani edhe në kubik të vegje. 490 gram, është pra 500 gati gati. Mirë, në regull, tamam fikse kam. Kështu që mirë, ti ke marrë gjysmë, na ishte 250 gram. Për masën që kam, unë është fiks fare, është mirë. Kështu që ja të marim që këta grim, e të hedhim dhe pak pjesën e domates, sepse salami nuk është se ka shumë nevoj që të Pra një mënyrë origjinale që Katin e ka sjellë dhe herë të tjera kur na mungon mishi në shtëpi, edhe duam ta zëvendësojmë në shije edhe në aromë, është të përdorim ngrirjen e sallameve. Po mund t'ju ketë mbetur pak prosciutto, pak salcice, pak pancete mund ta bëni edhe me mix. Edhe ashtu, mund t'i përzierni dhe bëni një mix shijesh dhe mishrash dhe zëvendësoni atë mishin e grirë. Pra pam edhe shija do të jetë si një mish I grirë. Në këtë rast ne kemi zgjedh një prej sallameve të kompanisë tona, që ka një shije goxha të mirë të mishit në fakt, kështu që besoj do të na e zëvendësoj më së miri mishin në këtë gatim. Po, tamam ashtu si shte Anila. Prita provojmë një qik. Do ti? Dua. E do të gjithën apo gjysmën? Jo, gjysmën. Urdhë. Faleminderit. Buft mirë, ta provoj dhe unë. Shumë mirë është. Më kujton sallamin e dikush. Po. Është e vërtet. E tha shumë. Tona për këtë shquhet. Dhe me thënë është fiks ai salami tradicional, ju ka marrë malli për atë shijen e dikurshme. Si dikur. Tani, pse të hidhni mish e mos të hidhni këta? Pra ne pra thash, janë 250 gram salam, më pak se 250 gram. Është okej. Nese, unë thash 300 atje, sa kam thënë unë, 300 a 250. Se e thash për tavë më të madhe. Varet tani se çfarë tave do bëni ju në shtëpi tuaja. Pra, nuk është të bëni një diferencë të madhe. Sikur dhe 200, sikur dhe 150. Në rreth edhe 300 gram, po ja, ne kemi bërë më pak se 300, tu është mjaftueshëm. Edhe është mjaftueshëm, me thënë të drejtën Anila, nuk do të hedh të gjithën, se tavën e kam të vogël, do mbaj një pjesë dhe 2-3 vezë, bëjmë një omlet. Në fund fare, prit një herë. Prit mbarujmë tavën. Të kemi kohë, thuaj, se ne s'na del koha për të mbaruar të gjitha. Jo, them që nëse do të mbushet tava, nuk e hedhim të gjithën, do ta mbajmë një pjesë të bëjmë një omlet. Pa, nuk shkon dëm. Nuk shkon dëm. Mbushja, themu. Shikon që këtë... E pash, ka filluar të... Se mos digjet, është fryrë pak. Temperaturën. T'ja ullin pak, thua? Okej. E ulla pak.
ka filluar të Hodhëm këtë neve, marrë atë ngjyrën tani nga sa ajo të na sipër. bëhet gati. Po, çfarë do bëjmë? Ja ma jep një çik kështu ta fshi një çik të tavën Letër. që kam pak të, po Se pas ke faleminderit. pirë kafen akoma kati? Se kam pirë akoma. E ka fshehur kati kafen këtu mbas mimozave, ja ku e ka fixhanin. Unë mora me mimozat sot. Ashtu. Shiko tani, këtu kemi pak djath. Po. Ja të marim këtu tani, s'ka që se është... A, kjo mirë është. Që do thot mix djatrash, nuk është... Djath të kemi në shtëpi. Po. Edhe sa të kemi, nuk është prapë edhe ajo masa që sa djath të hedhim, gjysmën do ta hedhim këtu dhe gjysmën do ta hedhim lart. Nga lëngjet që do të dalin nga salsa, Po. do të lidhet bashkë me puren. Edhe djathin që do hedhim lart, që ka ajo sikur si fjetim duket mua. Prandaj po e shikoja se thash mos të shkullur temperatura, por jo, të nënta është. Si duket e pas ka bërë sallami. Sa të filloj të marrë gabimin. Ashtu. Ka një ram... Domate dhe jashtë pak më vonë? E do t'i hedhim dhe ato. Brënda T'i hedhim. janë për të hedhur. Okej. Me që i kemi, a? Shiko, nuk lëm fare Anila dhe edhin pak lëngu nga ky lëngu i domates? Si të duash? Apo Ai do t'ja vaj është i hedhim? lezetshëm në fakt. Po, prandaj Shiko, edhe tash. domatja i jep një shije të lezetshme. E di që Që i domatja e vaj, domatet e thara në vaj. Unë e kam shumë qef, më Se fakt. sonë dhe shumë vaj ashtu, tani është sikur kemi hedhur domate në brënda me këtë vaj. Se ka aromë goxha të theksuar. Me gjitha të letja hedhim edhe pak Si të duash? me që e kemi, a? Dhe nuk themi që anvisa t'i fusim në siklet. Po, edhe po se keni është një... Vlem po njësoj gatimi, do me thënë. Ja, hodhëm dhe atë. Mbaroj dhe kjo punë. Kjo mori valë, do përfundoj në furë, kështu që nuk ka nevoj të bëjmë kavërdisje të rënda. Nuk do t'i bëjmë, t'i thërmojmë këtu dhe t'i vendosim dhe prapë gjysmore në furë e t'i bëjmë pastaj që të dalin për... Ja. Tani Anila, Ja. bëjmë shtresën me këto perimet dhe salamin. Edhe thamë që që të nga ngelet, që them se do ngelet, unë mendoj të bëjmë një omlet. Të hedhim edhe pak lëngje, edhe të hedhim edhe pak tu në cep. Edhe këtu. Po. Na ngel në Kemi ndonjë vend më? Jo, po them që na mbet mbushje edhe për të krijuar Po, një po. recet për dark. Kështu që Me omlet e Pure bëjmë për bëni? dark, me tav me edhe këto- me pure e bëjmë për drek. Ashtu. Ja ku kemi recetën, Hedhim shikojmë ja edhe një herë 3-4 përbërësit kokra dhe ves, gramaturat. dhe sjellim një omlet me pak djath, një omlet në- për dark. Le ta lëm tani që të bëhet pak dhe më Okej. tepër. Kemi recetën në ekran, nuk po e lexoj, po ja u lëm pak sekonda, se besoj i shikoni vetë, pra këto janë të gjithë përbërësit. Pjesën e patateve ne e thamë që nuk e kemi bërë live, është thjesht një zgjedhje patatesh me një thelpi hudhër edhe me 2 Gjethe dafin, shtypur, jo grir. Rozmarin po të duan. Jo, thjesht I kam shtypur, Po. I kam kthyer kështu. Po, Nuk i- do të thënë ka ndonjë copës patateja aty tek tuk më të madhe, Po. jo ai kremi I pures. Po duan ta bëjnë pure të hedhin dhe pak qumësht dhe një çik gjalp. Mund ta hedhin, po unë do hedh pak gjalp sipër, kështu që nuk dua që ta Dhe e kemi kthyer në një edhe pure. nuk dua dhe ta ngarkoj shumë me pure tani këtu në krye, se do hedhim pak aq. Sa të mbroj perimet, është mjaftueshëm. Qartë. Tani ajo që ngelet, djath edhe ka pak çka gjalp, edhe në furrë. Po. Do e vëmë të fura poshtë, do e lëm dhe pak byreku. Po. Mbaj pak për të bërë atë omletën. Po. Kemi dhe 5 minuta kohë, kështu që Ja kemi kohë, fiks. tamam fiks. Ai sa për t'i dhënë një Shiko, faqe tani do t'i- gatimit. I hedhim edhe pak... Kjo në furrë kati sa duhet ri? E tani do kjo tani. Do? 25-30 minuta. pra, që edhe atë po pse- mendoja, e, gjysore edhe e pse do. është kështu, e do, por ne do ta vendosim sa të kemi kohë. Mund ta nxjerrim ta kemi në tryezë kështu, ta shohim Po, edhe pa kështu. tjetër, do ta rikthejmë prapë, si që. Edhe ta kthejmë prapë. Si që bëjmë Po, e zakonisht. kuptojnë, Po, në Alisa, shtëpi, tani pra ju se duhet një gjysërsh. Janë gjëra që janë të kuptueshme, sidomos për
Për të gjithë faktikisht, se s'është e po themi do një gjë të madhe. Rëndësi ka mënyra e përgatitjes. Ja, kjo ishte. Të lumshin duart. Tani do ta vendosim në furrë dhe e çojmë në furrë, i hedhim dhe një sy byrekut që mirë duket, ë, Kati? mirë duket. Thjesht a duhet ta ulim dhe pak temperaturën them unë Anila. Ku? Shikoje këtu? Në rregull. Që mos na marr faqe. Marim, kemi vezet në frigorifer. Atëherë, mbushjen që ne mbushjen, gatimin e recetës që pam në ekran, ato që shtruam mbi puren në tavë, e kemi lënë më njanë, sepse bëm pak më shumë se ç'duhet, por nuk do ta çojmë dëm. Do ndërtojmë një omlet me vezët Ovital që na nxjerrin nga situata gjithmonë, kështu që Kati ti nxjerr vezët tonë? Po, më nxjerr vezët. Okej, çfarë shtove aty? Majdanoz? Po. Okej. Do i shtojmë dhe pak vaj tani, se këtu edhe pak majdanoz ose bishta qepe. Po dhe majdanozi i jep shumë shije. Edhe ti hedhim edhe pak yndyrë, se nëse do bëhet omleta pastaj. I mora të bardha. Mirë. Shumë mirë bëre. Okej. Zgjodha 15 vezët e jetës, cilës si në 4 stin. Të bardhat, ja ku i Të kemi. bardha të kuqe të verdha. Si të doni. Si të 8 doni. kokra, 10 kokra, 15 kokra. Sa të edhim ne? Të edhim 3-4 kokra. Se është i gani madh. Po ti edi. Po i hedhim, se jo. Ja, i hodhëm dhe majdanoz, ta freskojmë. Do t'i lësh kështu si sy, apo do t'i rahësh? Shike qifti. Sy do ka pak, të Po tani mbulojmë. me që thamë omlet, Jepi pastaj. Hidhi këtu. apo i lëmë se, ndrova mendjen. Si të duash. Bëj çaka. Po jo, omleta duhet raur. Ku i kemi këto pirojnë të mi? Atëherë. Bëj si të duash, se i morëm ka pak në aneks. Kemi ka pak. Ja, edhe për Po omlet. them, ta edhim këtu? Jo, po themi Si do? i rajm. Raj. Po se tani ti jemi një çik kështu. Mirë, hajde. Tham do bëjmë omlet. Atë që sa. Tani në kuzhinë omleta quhet veze Sy? sy është me kapak. Po. E do bëjmë pak a pak. Dhe pse kjo e verdha e Që mund ta bëni edhe kështu me sy, vesh sy. se ka që bukur sa është e verdha në fakt, del një sy i shkëlqyer këtu. Po pse selam, të bëjmë një sy. Urdhëro Kati, bëj që të duash. E rëndësishme është që vaktet ndërtohen shumë shpejt. Mjafton të kemi pak përbërës në shtëpi, edhe vezën e kthejmë edhe në një drek, pra. E hedhim një sy. Ashtu lëres, që sa e bukur është ajo e verdha e Ashtu. vezës. Ti hedhim kusht pak krip, edhe mirë nga i miksi, Janila. Mikser zansh, Kush ja do ku e ta kemi, marrë në sy, se unë do ta vë që do ta vë kapak. edhe jep shia ajo po. Ashtu. Në rregull, tani këto i bëjmë omlet. E do ta hedhim rreth e rrotull. Do i hedhim dhe pak djath sipër, edhe ja u kry. Edhe sa mirë, sa shpejt dhe sa me shije, dhe sa vlera ushqyese, se kemi zarzavatet dhe vezën, kombinim fantastik i vitaminave me proteinën, kështu që edhe vak dreke mund të jetë fare mirë. Po, me një sallat Po, kemi kryer punë. Kati, Prandaj themi me perime që ngelet mund të bëni edhe këtë. Këto janë saime që bëjmë neve, por janë dhe si thua ide për të bërë juve, la ta hedhim dhe djathin, për të krijuar vakte dreke. ko, Ja të hedhim dhe një çik djath tani Janila. aq sa për të nxjerr byrekun nga furra, Nxirë. Do ta nxjerrësh? ta nxjerrun? Po. Po nxjerrun me që ti po merresh me diçka aty, mos të Ashtu. Ja. Shkoj se sa i mirë u bë. Këtë më zë përpresta lakrori. E di si e bëm ne Anila. Më shpjegur dhe nga dielli. poshtë, se Kati më ka thënë që kur lëviz byreku kështu, ja, shikoni ju, është shkëputur. I konsa në një krah, në tjetrin. O Kati, sa e mirë? Na rëmben çik nga njëra aneve, po. Na rëmbeu, thua? Jo, mirë është, nuk Pse, po thua për këtë koren këtu? Mori një Si çik. ma, do piqet, se pastaj si kemi thënë që duhet bëjmë ne? Sa të mirë që ka, wow, i shiko si e bëri Ani tani si kështu, me nuanca, e e bëri, na ja. nxori bukur. E bëja e zura unë. Regjizori jonë. Tani, Ani. ta nxjerrim dhe tavën që kemi poshtë, nuk është Nxirë bërë. dhe unë do marrë, s'ka që ta nxjerrim ta kemi në tryez, Po. se do ngelet qefi të ri në furrë. Se s'është kek që të ulet, Ne do e që- kthejmë prapë. e nxjerrim dhe atë e kemi këtu në tryez, që të themi ç'kemi bërë. Ndërkohë që edhe kjo po bëhet gati, do të marr një pjatun këtu të
vendosim edhe... Shumë e mirë duket. Tani imagjinoni që duhet lëm prapë në furrë, pra ai djati duhet jetë akoma më i thekëruar nga sipër dhe sigurisht që edhe perimet do të jenë të gatuara. Megjithatë, siç e shohim, ka disa shtresa që do të thotë është fantastike në shije. Mos të nguroni ta provoni dhe në fund fare do të shërbejmë në pjatë edhe këtë gatimin me vezë dhe me zarzavate dhe me sallam. Jo, nuk kemi kohë, që është e vërteta, megjithatë, mendoj që ajo në pak sekonda do t'jetë gati. Ajo do t'jetë gati sa unë të them anvisave, mos hezitoni të pregatisni familje tuaja, qoftë byrekun që pregatitëm me qep edhe me ara, një byrek tradicional i zonës Korçës, shumë i mirë, shumë i shishëm, i shëndetshëm dhe pi të gjitha me 2 përbërës. Ekonomik. Shumë ekonomik. Njëlli, qep, një grushtara. Ashtu. Baruam punë me atë dhe që të hani. Sigurisht që edhe me këtë, po që kjo dojnë qikë akoma... Do dhe pakës fare? Edhe pakës fare do. Thuaj ndonjë gjë Janila tani që të... Çfarë ju them unë? Unë ju them që kemi përpara fundjavën, sigurisht që është ai momenti që i kushtojmë më shumë kohë kuzhinës, e di që është momenti që do duhet të gatuajmë pak më shumë, sepse janë ditët që ne qëndrojmë me njëri tjetrin, gjatë javës jemi të shpërndarë, her pas here vaktet nuk hanë në të njëjtën orë, kështu që duke klikuar në dy kanalet tona zyrtare në YouTube në News 24 ose në Villa 24 ose në faqen zyrtare të Balkan Web, ju zbuloni një arkiv të tërë të recetave të gatimit që ju mbushin jo vetëm idetë e fundjavës, por të gjitha vakteve tuaja, do të gjithë muajt e vitit, sipas tinës, sipas dëshirës tuaj, kreative, moderne, tradicionale dhe gjithçka që Kati mendon të sjell çdo ditë nga këndi ynë i gatimit në Villa 24. Kështu që Kati të dua këtu për t'i thënë zonjave fundjavë të mbarë dhe për të thënë ty të lumshin duart. Dhe ja ku e kemi gati edhe omletën me perime shumë të shishme që sapo improvizuam tani si recetë të tretë. Edhe një çikë vaj ulliri. Sa për lezet aty. Hajde, them mirupafshim se s'kemi kohë më. Atëre, sigurisht që duhet të themi mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, mos hezitoni të pregatisni familje tuaja, vërtet ndoshta nuk do të jenë të preferuara tuaja, po provoni një herë se pastaj ndoshta bëhen edhe ato të preferuara e tryezave tuaja familjare. Mirupafshim edhe një herë dhe miru takofshim këtu të hënën me ide dhe receta të reja. Kalofshi bukur. Publicitet. Faleminderit Kati. Reklama. Kjo është e bukur. Shumë